zgjedhjet e parakoshme? Çdo kandidat dëshon me pas numrin 1 e 10, mas shumë. Sepse këta numra zakonisht votohen ma shumë për ashtu numrat që kanë marrëveshje, që i shkruajnë numrat në dorë dhe në letër e shkojnë me votu, këta numrat 1-10 i bojnë. Edhe në gjatë numërimit, komisionerët bojnë lojna me numrat. Zdrosit privilegjuar brenda partisë. Shumica atyne që votojnë nuk i votojnë 10 veta. Dhe kur si votojnë, krijohet një mundësi mi ashtu dikuj që ata dëshojnë mi ashtru një vot. Unë po flasë që është funksional. Unë nuk kam protestu për numrin 14 që ta, si kom thonë kërkuj kërë që, kom dalë me qatë numër në vota, i kam marrë 15.000, 500 duket, vota, po, ajo, pragu ka qenë shumë i nalë, është kriju, mënaj, artificialisht, dhe nuk e kom pa mirë, mënyrën se si është votu nga votus të PDK-s dhe si janë koncentru votat në zonat saktume. Pse? Sepse partit duhet me qenë aq të menqura sa kandidaturat që përfaqësojnë zonat, veçanërisht përfaqësues e regioneve. Regioneve të mëdha. Regioneve të mëdha, ose qyteteve të mëdha, nuk duhet me mbet pa u përfaqësu. Nuk mundet me qenë deputet i një regioni dikush që vjen nga një region tjetër. Edhe mendoj që është e domosdoshme me ndryshu ligjin e zgjedhjeve, me bërë sistem majoritar, që deputeti me u zgjedh kush e fiton një vot ma shumë është deputet në zonën X, dhe beteja, se këtu është problemi, beteja, lufta zhvillohet mes kandidaturave të partive përkatëse dhe shumë pak me partit tjera. Sepse të gjithë kush i ka të veta dhe të gjithë nga rendin në habitatin ku ka shumë vota. E shumë vota për Partinë Demokratike dihet ku është ku ka shumë vota që votojnë gjithë, dihet ku ka për LDK, dihet ku ka për AK. Bastionet e tyre. Ju thatë që nuk keni protestuar, por jeni të kuptoni që nuk keni qenë dhe i knaqun me pozitën. Shiko, jo që s'kom qenë i knaqun, po realisht kom qenë i ofenduar. E kom një vetën të ofenduar, por nuk i kom thonë kërkuj kur gjo, aty kanë vendos, aty e kanë lënë. A do t'jeni kandidat sërish në zgjedhjet e djetuar? Unë jam i propozuar, tani është kryetari partis, e ka kompetencat edhe për renditjen edhe për... Po ju pyes për renditjen, zoti Aliti, sepse po ju pyes për renditjen e emrave, për shkak se ditëve të fundit kemi folur edhe për reformat ose për pjekjet e liderve për të bërë reformë të brendshme në parti. Dhe kur sheh top 10-shën e kryesisë së PDK-s, nuk ka emra nga radhët e UÇK-s. Pra, asnjëri në 10 nuk ka qenë pjesë e luftës. E ndërkohë partia PDK-ja njihet si parti me një trashëgimi të madhe të luftës. Pse jo në listë, pse jo në 10-shën e partë kryesisë njerëz që kanë bagazh luftën? Është ndonjë qëllim i caktuar, apo rastësi, apo vërtet reforme brendshme për të dhënë mundësi të tjerëve? Si shpjegohet kjo? Shiko, reforma nuk bëhet me lista, as pari, as me emna. Reforma bëhet me program edhe me statut, edhe me rregulla. Çdo reformë që bëhet përmes emërimeve, kush do qofshin ata, dhe duke ja mohu të tjetrit me kandidu, nuk është në rregull.
Po nëse nuk është reform, çfarë është? A është tendencë për ta pastruar? Është vazhdimsi. A është tendencë për ta pastruar nga emrat e UÇK-s partinë? A është tendencë, pra nëse nuk është reform, a është tendencë për ta pastruar nga emrat e UÇK-s? Ose nga ata të fortit e PDK-s? Nuk e besoj se Partia Demokratike e Kosovës pa njerëz të UÇK-s, ajo dështon. Se votat Partia Demokratike e Kosovës i merë në zonat ku ka pas lufta edhe në qytete. Por, po them që është mirë që është pasuru lista e Partisë Demokratike të Kosovës me 3, me qytetari do të thoja, me njerëz të cilët kanë kontribu një kohë gjatë në parti, dhe lufta është kry në vitin 99. E qartë, por... Na kemi parti demokratike dhe kemi parti me orientim liberal-demokratik. Sa demokratike është brenda partia juaj? Kjo imponon, sepse na jemi edhe pjesë internacionale së këtyre partive liberal-demokratike. Kjo imponon dhe e detyron partinë me ndryshu programin edhe statutin. Dhe në bazë programit edhe statutit, si që funksionojnë partitë liberale në Evropë, duhet me funksionu edhe ne. Problemin Kosovë është që ne s'kemi parti me ideologji. Asnjë parti nuk është ideologjike. Gjitha partitë shtyhen... Në veçanti do të flasim pak më vonë për këtë. Shtyhen në planin nacional, edhe nacionalist, se sa që shtyhen për problemet të ndryshme. Tek orientimi partis, por edhe një pyetje kam, sepse vërtet më intereson të di, dhe besoj edhe elektoratit të di, nga brenda, si e shihni ju, sa u ecë fjala atyre që janë konsideruar të fortit e PDK-s. Ata që kanë qenë themelues të PDK-s dhe janë konsideruar pra si të fortit e PDK-s, e që ndoshta strukturat të reja nuk është se kanë mundur t'i anatemojnë tërësisht. Po them në kryesinë e PDK-s nuk është asnjë themelues. Po e thash edhe unë më parë, asnjë nga UÇK-ja? Jo nga UÇK-ja, asnjë nga themelues. S'ka qenë veç UÇK-ja themelues. Në njerëz, intelektual, profesor, asë njerëz janë kryesit partisë. Tani, është bë me qëllim, është bë pa qëllim, nuk mund të them, por disa s'kan desh me vazhdu politikën, këta janë zgjedh me vota, e drejta e kryetarit është me propozu kryesin, me qatë status që e kemi, dhe pastaj Aminin ja bën Këshilli Drejtues. Nëse ka kundërshtime Këshilli Drejtues, atëherë duhet me marrë me këtë çështje vetë kryetari me ndryshu listën. Por nuk ka pas asnjë pengesë, do të thënë ka pas diskutime që kanë kundërshtu këtë listën me antarët kryesisë. Ka pas do të qëndrime caktume, ndoshta me tendenca eliminimit të ndonjënit, por kundërshtime s'ka pas. A ka pasur përplasje ose qarje në veçanti në pas rezultatit të zgjedhjeve të fundit, sepse është perceptuar si e tillë për shkakun se